sheh perspektivë këtu, andaj si opsion më të mirë ka emigrimin, përballet me papunësi, përballet me problemet të shëndetit mendor, po ashtu përballen edhe me problemin e të mos qenurit të dëgjuar. Janë të shumta, por duke filluar nga arsimi i cili nuk e zhvillon të rritë për tregun e punës, duke vazhduar më pas tek besimi tek institucionet, por gjithashtu edhe tek zhvillimi profesional edhe atë në aspektin jo qeveritar të aktiviteteve dhe të zhvillimit profesional o akademik, mendoj se ka plot punë për t'u bërë, por duke parë edhe lidhjet e të rinjve tanë në mënyrë vullnetare me plot faktor të jashtëm, besoj se ka shpresë për zhvillim dhe një të ardhme më të mirë për vendin. Emigrimi, punësimi dhe cilësia e arsimit. Mendoj se në qoftë se punojmë më shumë në këto fusha, do të jetë më pak probleme do kemi edhe do të jemi pak më të lumtur në vendin tonë. Mungesa e tregeve në punë, dhe si dhe arsimimi që nuk i përgatit të rinj në punë, edhe largimi i të rinjve jashtë vendit. Mendoj që të rinjt janë mjaft të zëshëm, mirë po ata demoralizohen në momentin që shohin se ata nuk po dëgjohen. Nëse krijohen ambiente të cilët do jenë më të ngrohta dhe më mikpritëse për ta, ata do të jenë mjaft aktiv. Vjen nga shkaku i dëshpërimit, nga burokracia e lartë e institucioneve dhe nga i dëshpërim ka ardhur ky pasivitet i të rinjve, por është pak edhe për të ardhur keq se cilësohen të rinjt se nuk kanë ide apo nuk kanë projekte. Të rinjt kanë plot ide dhe projekte, por ndoshta ky zhgënjim ka sjellë deri në këtë gjë që të rinjt edhe vetë të distancohen nga institucionet, që shkaku se mendoj nuk kanë gjetur hapësirën e nevojshme dhe të duhur për të dëgjuar. Do të thënë kanë folur, por e gjithë ajo e folur dhe i gjithë ajo iniciativë ka shkuar në vesh të shurdhër. Jo që nuk është e zëshme, por ato mendojnë që nuk dëgjohen dhe mendojnë që zëri i tyre nuk do të sjellë ndonjë ndryshim. Prandaj mendoj se duhet të ketë më shumë hapësira ku ato mund të shprehin idetë e tyre dhe ne t'i dëgjojmë. Nuk janë aq të zëshëm për shkak se ato nuk përfshihen në vendimarrjet e tyre dhe kur nuk shohim ndryshime apo shohim vetëm ndryshime të vogla, atëherë të rinjve vendos të hupe inspirimi dhe motivimi. Do të ishte shumë i mirë për të rinjt, por ajo është diçka që shihet sipas meje pas 15 apo 20 viteve të ne, do ndryshonte për shkak se do rritë standardet e larta dhe është diçka që të rinjt shumë e vlerësojnë. Besoj se do të ketë një impakt edhe pse është një proces pak më i zgjeruar i antarësimi, mendoj se të rinjt e mirëpresin një gjë të tillë dhe shpresoj që të punojmë me retorikën, që të punojmë për vendin dhe jo të dalim jashtë. Mendoj se BE-ja do të sjellë shumë ndihmes tek të rinjt, përfshirë këtu reformat në arsim, kthimin e besimit në institucione, por normal Bashkimi Evropian nuk mund të na ndihmojë pa mos pasur ne vetë dëshirën për ta ndihmuar veten, dhe besoj se para hyrjes në BE ne në fillim duhet të vetë reformohemi, të jemi vetë kritik, që standardet e BE-s shumë më lehtë t'i pranojmë në të ardhmen. Bashkimi Evropian do të jetë do hap shumë dyert, të cilat të rinjt mund që të punojnë së bashku me të tjerët, por gjithashtu mendoj se ne do të punojmë më shumë në vendin tonë dhe pastaj të dalim në vendet e tjera. Unë mendoj se po, sepse do të kishte më shumë arsimim të avancuar dhe më shumë trege të punëve për të rinjt. Të mos shihin të rinjt vetëm në kohën e fushatave politike, por ata të dëgjohen dhe të respektohen. Të reformohet retorika politike në vend, që të ketë një retorik më gjithëpërfshirëse, të ketë një retorik ose një politik më e barabartë për të gjithë, më shumti të ketë reforma në politikat rinore, ku të rinjt jo vetëm të trajtohen për PR ose si foto se kemi të rinj në krahun tonë, por të rinjt të trajnohen nëpërmjet afrimit të tyre në vendimmarrje. Shkaku se ne mund të kemi një rini që do na udhëheq në të ardhmen, siç thonë, profesionale, por është tjetër të kesh dhe një rini me përvojë që ka pasur përvojë në vendimmarrje dhe ta ketë më të lehtë që nesër të trashëgojë institucionet tona. Të fokusohet më shumë tek fushat e punësimit dhe zhvillimit profesional të rinjve. Se duhet të filloj të investoj tek të rinjt, ne si të rinj duam ndryshime reale dhe jo vetëm premtime bosh.